Në qendër të fshatit Juban u zhvillua Agrofest, një aktivitet festiv dhe promovues i produkteve tradicionale të njësisë administrative Gurizi. Panajiri mblodhi së bashku prodhues vendas, banor të zonës, përfaqësues të institucioneve dhe vizitor, duke e kthyer këtë traditë në një festë të vërtetë të bujqësisë, traditës dhe kulturës lokale. Zona Gurizi është një nga zonat më atraktive edhe më tërheqëse të territorit Bashkisë Shkodër. Jo vetëm për pasuritë e mëdha natyrore, por edhe për produktet e territorit. Përveç liçenit Vaudejsit, atraksioneve të ndryshme historike, kështjellës së Gajtanit e të tjera pasuritë të zonës, ne ftojmë të gjithë qytetarët dhe vizitorët që të vizitojnë të zona, të blejnë produktet e territorit, artizanatin as pasur të zonës, si dhe produktet bujqësore. Është një aktivitet i cili ka përfshirë në krejt zonën e Gurizi. Na vjen shumë mirë sepse ka pas një masivitet persona që kanë ardhur për këtë aktivitet. Normalisht që promovon zonën me anën e artizanatit, me anën e vlerave historike, por normalisht edhe arkeologjike, sepse zona njihet për resurset e saj arkeologjike dhe i bëjmë thirrje gjithkujt për marrë këtë zonë, sepse pjesa e veriut edhe Shkodrës për fatin e mirë ka një njësi e cila ofron shumë pika atraktive arkeologjike, që është pjesa e Jubanit, shpella e Gajtanit, pjesën e ishullit Sardës, pra është një mundësi turistike që më bë turizëm edhe natyror por edhe arkeologjik. Nëpërmjet ekspozimit produkteve të zonës dhe aktiviteteve shoqëruese, Agrofest synoi të promovojë vlerat e trashëguara dhe potencialin zhvillimor të kësaj zone të Bashkisë Shkodër.